Nëse do kthehesh në korrik, a do vije prapë te zëri? Absolutisht që po. Edhe ardhja ime ishte në thonjza aksidentale të zëri. Ka shumë arsye në fakt. Gjëja që më ka mbajtur edhe patjetër do e zgjidhja prapë, mendoj ka të bëjë shumë njerëzit, vizioni i tyre, po ashtu edhe njerëzulliku, siç them unë zakonisht. Çfarë do doje të ndryshoje nga zëri? Nuk mendoj që do ndryshoj asgjë. Më pëlqen kështu siç është, prandaj rri. Cila është tema që ty të ka pëlqyer më shumë te zëri, edhe kur ke qenë pjesë edhe kur jo? Kur nuk kam qenë pjesë, kanë qenë narkotaksit, që më ka pëlqyer shumë. Tani që u bëra pjesë, ka qenë investigimi që ne bëm në Ver për skemat piramidale online, edhe cashless, më ka pëlqyer. Me këtë pëlqen më shumë të punosh te zëri? Unë dua ta ndaj në fakt. Për ta njoh veten edhe për të mësuar, do zgjidhja Fionën. Më pëlqen Kristi kur është në qef, sepse bëjmë materiale shumë të mira. Ku është Loretën pas 5 vitesh? Loretën pas 5 vitesh. Do shifja në fakt pas 5 vitesh këtë karakterin tim që do e ndërtoj këto vite në profesion. Çfarë do i thoje vetes në 31 vjetë? Që beso pak më shumë te vetja, edhe mos harro kur në asnjë moment njerëzit që të dhanë dorën në atë moment kur ti mendoj që nuk blen. Nëse do kthehesh pas në kusht, do vije prapë te zëri? Po. Kush është njeriu më i ëmbël te zëri? Fjola. Cili është një postim i zërit, para se të vit këtu, që ty të ka bërë shumë përshtypje kur e ke parë? Kanë qenë të Big Brotherit, që ndiqnin komentet. Për 2026, nëse do vinte një projekt tek zëri, apo do vinte një risi, a do doje që Gjestina të njihej për te rrjeteve sociale, pra ta eksperimentojë vetëm diku tjetër? Po, ku? Podcast. Cila është gjëja e parë që të vjen në mendje kur mendon që do vish në punë? Me kë do jem tonë, çfarë do ndodhi sot, a do ke diçka të re? Kush është personazhi i vitit? Grida. Pse? Më duket shumë ajo forca e femrës. Cila është një çështje që të ka prekur këtë vit, kështu edhe personalisht, po edhe nga ana profesionale kur ke shkruar ose e ke dëgjuar? Historia e Bleona Matës, që rikthehet vit pas viti. Ku do e shohim Gjestinën pas 5 vitesh? Profesionin tim financiere, o pasur. Interesante. Po ky nuk është sekret, është koment. Lërsi. Po çfarë sekreti? Nuk diskutojmë në sekretes, vetëm ne dëgjojmë. Çfarë nuk dim ne për Gjestinën nga ana profesionale? Çfarë do ju thoje ndjekësve të zërit? Të përpiqet sa më shumë dhe të arrijë atë që do. Edhe një reagim tani për kamerën në jep, edhe mund t'i kesh. Kristi, cila është videoja më e mirë që ka prodhuar zëri për 2025-ën? Video e Divjakës me skemën e mashtrimeve online. Kë do veçoje nga stafi që punon më lehtë më të edhe më mirë edhe që përshtatesh më shumë? Loretën, Julietën dhe Fionën. Cila është gjëja më interesante që ke dëgjuar nga njerëzit e tjerë për zërin? Risi e re, risi që nuk ishte sjell në këtë lloj mënyre. Si mendon që do jetë zëri pas 5 vitesh? Po e tham, çameti pastaj, ta lejmë sekret. Kush mendon që është personi më punëtor? Fiona. Kamera për ty është ankth apo kënaqësi? Kënaqësi normalisht. Çfarë do i thoje Kristit në datën 31 vjetor? E mbylla me të gjithë qëllimet që kam dashur. I realizova. Mbyllësh këtë intervistë me ndaç një reagim, ndaç një fjalë. Shpresoj të arrijë më shumë të 2026. Shpresoj të ketë më shumë sukses. Nëse do rikthehesh prapë në korrik, a do zgjidhje zërin? Po zërin do zgjidhja. Pse? Sepse më pëlqen zëri. Çfarë e veçon për mirë zërin? Ambientazo, do e thoja spanjisht, ambienti. Me kalimin e kohës mund të bësh këtë video që i bëjmë? Mund të bëhem një superstar. Gjëja që ta caron më shumë këtu? Lori, pyetje her pas herë. Gjëja që të kënaq zemrën te zëri? Kafja e mëngjesit. Turni me Elzën apo turni me Fionën? Turni me Fionën. Pse? Nuk ka rregull. Ka rregulla pune.
Bëhet lajmi si që duhet. Sa angst kishe për ju? Fare, jam shumë e lirshme, po. Je shumë e lirshme? Shumë e lirshme. Cili do ishte personazhi që doja ta intervistoj? Ti vetë si gazetar. Si kisha menduar asnjëherë. Mendoje tani. Tani shpejt? Po. Edi Rama. Do dilje para pasqyrës edhe do thoje Julieta, edhe vazhdoj vetë fjalimin. Thjesht do listoja një listë me dhurata, po jo nga vetja. S'do i thoje vetes asgjë për këtë vit, për arritjet e tua. Vetes time për arritjet e mia, jo. Do listoj gjëra që çfarë pres unë të ndodhin vitin tjetër, vitin e ardhshëm. Kush ka rënë për dhuratë? Këtë nuk mund ta tregoj. Është top secret. Okej, një fjalë të mirë Për për ta mbyllur? Hello, kjo ishte intervista mas funny që kam bërë ndonjëherë.